ndëgjoni se çka thot Allahu në Kur'an, në surën Al-Alaq, që krejt na e dim. Thot alam ya'lam bi anna Allah yara. A nuk e din se Allahu po sheh? A nuk e din se Allahu është të pa ty? Është të pa ty në momentin që ti bën gjuna. Ka njohuri që ti jetu i bë gjunah atij. Allahu po e din që ti jetu i bë gjunah atij. E kjo nuk është më trishtuesja o vëllezër. Më trishtuesja është se shumë njerëz nuk e kanë dertën që janë duke i bë gjunah Allahut, por fshihen që mos t'i shohin njerëzit, edhe pse Allahu i sheh. Madje për këtë gjendje Allahu na ka treguar në Kur'an thot: "Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah." Ata fshihen prej njerëzve e nuk fshihen prej Allahut subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Të ndershëm vëllezër, keni frikë Allahun azza wa jall kudo që t'jeni dhe mos shpresoni të ktheheni tek ai vetëm se duke qenë të devotshëm. O ju robërt e Allahut, në mesin e margaritarëve dhe xhavahirëve të shumt që na i kalon pas trashëgimtari i shpalljes hyjnore, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është edhe një hadith që e shënon Imam Ahmedi në Musnedin e tij prej Ebu Dherrit radiallahu anhu, që Sheikh Albani thot se hadithi është hadith sahih. Tregon se kanë qenë një ditë duke ecë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë pa dy dele duke u kacafyt. E i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya Aba Dharr, atadri fima tantatihan?" O Aba Dharr, a e din se për çka po zihen këta dy dele? A e din se për çka po kacafyten këta dy dele? Thot Ebu Dharr radiallahu anhu: "Jo, nuk e di ja Rasulullah." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Walakin Allah yadri wa sayaqdi bainahuma." E me një hadith tjetër thot: "Wa sayaqdi bainahuma yawm al-qiyamah." Thot, por Allahu subhanahu wa taala e din dhe do të gjykon mes tyre. Allahu subhanahu wa taala e din dhe do të gjykon mes tyre. Allahu akbar. Është një moment motivues që na të reflektojmë ka shi madhështisë së Allahut subhanahu wa taala. Nëse Allahu subhanahu wa taala ka vendosur që të tregon drejtësi edhe të llogaris, madje edhe dy dele, dy kafsh, për padrejtësi që kanë pas mundësi me ja bën njëra tjetrës, e të cilat kafsh nuk kanë mend, nuk kanë vetdije, nuk janë ngarku me ndonjë përgjegjësi ligjore, e nuk i pret as xheneti e as xhehenemi. Po njeriu ju vëllezër, po unë edhe ti, krijesa të cilës i është besu amaneti më i madh që ka mund me ju besu ndonjëherë, pra i është besu shpallja, i është zbrit Kur'ani. Ku po shkojmë na? Kahja kemi mësy na. Sot në këtë kohë ku gjunahi është bën shumë i lehtë, murat e shtëpive ndoshta janë të trash, e dyert të fortifikuara, e ndoshta në errësirën e natës gjithë secili prej nesh jemi vetëm me telefonin apo me mundësinë që të kemi ballafaqim të hapur me gjunahun. Edhe për një moment papritur njeriu ka mundësi të zhytet në gjunahe të mëdha, që pastaj kur ti hap syt në realitet e merr vesh se sa shumë gjunah ka bën. E gabimi më fatal o vëllezër nuk është vetë gjunahu, por është mendimi apo iluzioni në të cilin hyn ky njeri. Nga se ky njeri për atë moment mendon se askush nuk po e sheh. Andaj ndëgjoni se çka thot Allahu në Kur'an, në surën Al-Alaq, që krejt na e dim. Thot alam ya'lam bi anna Allah yara. A nuk e din se Allahu po sheh? A nuk e din se Allahu është të pa ty? Është të pa ty në momentin që ti bën gjuna. Ka njohuri që ti jetu i bë gjunah atij. Allahu po e din që ti jetu i bë gjunah atij. E kjo nuk është më trishtuesja o vëllezër. Më trishtuesja është se shumë njerëz nuk e kanë dertën që janë duke i bë gjunah Allahut, por fshihen që mos t'i shohin njerëzit, edhe pse Allahu i sheh. Madje për këtë gjendje Allahu na ka treguar në Kur'an thot: "Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah." Ata fshihen prej njerëzve e nuk fshihen prej Allahut subhanahu wa taala. Kërkush prej nesh nuk ka çef me na pa, dikush tjetër kur na mëkatojmë, ama harrojmë se Allahu po na sheh. Harrojmë se errësira e natës o ju vëllezër
Por Allahu subhanahu wa taala është si drita e ditës. Allahut nuk I fshihet asgjë, walakin Allah e yedri. Por Allahu subhanahu wa taala e din. Allahu e din për kafshët e nuk e din për njerëzit. Harrojmë se në murët që na I fshehim vetët tona nga sytë e njerëzve janë plotësisht transparente karshi Allahut subhanahu wa taala, e që po I bjen o ju vëllezër se vetmia realisht nuk po ekziston. Nuk ka vetmim me gjunahun. Ka vetmi me Allahun subhanahu wa taala. Çdo herë që na mendojmë se mund të bëjmë gjuna e kërkush na ka pa, Allahu subhanahu wa taala na ka pa. Pra, na ka pa dëshmitari suprem o ju vëllezër. Frika e vërtet nuk do të jetë pyetja se kush prej njerëzve ka arrit me na pa prapa mureve, por duhet të jetë pyetja që na e pyesim veten se me çfarë guximi po e bëj unë këtë mëkat, me çfarë guximi po shoh ose po veproj haram, me të cilat gjymtyr, sy, duar, këmbë e kështu me radhë, krejt këto na I ka falë Allahu subhanahu wa taala. Dietari I madh Ibn al-Qayyim rahimahullah thot, mëkatin vetmi është rënja e devijimit. Mëkati që bëhet në vetmi kur kërkush prej njerëzve nuk të sheh, është esenca, është rruga që të çon devijim. Ndërsa adhurimi në vetmi është baza e qëndrueshmërisë. Nëse dy dele kanë me dalë para Allahut të madhërisëm, para drejtësisë supreme, para drejtësisë hyjnore, nga se Allahu e din se ato çka kanë bën mes tyre, po shikimet tona të ndaluara, po veprimet tona të ndaluara, po fjalët tona të fshehta, po padrejtësitë që ne kemi bërë dikujt tjetër, po shpifjet që ja bëjmë të tjerëve, krejt këto a nuk kanë me dalë para Allahu subhanahu wa taala. Walakin Allah e yedri, por Allahu subhanahu wa taala e din. Allahu subhanahu wa taala ka njohuri për çdo gjë. O ju robër të Allahut, krahas krejt kësaj gjendje së vështirë, me këtë fjalë por Allahu e din, ka edhe një gjendje të mirë. Kjo fjalë por Allahu e din e ka edhe një anë që t'jep shpresë, mbjell gëzim në zemrat e muslimanëve. Është ngushëllim për çdo zemër të thyer. Ndonjëherë ti si besimtar ka mundësi me bë punë të mëdha dhe adhurime për të cilat kërkush prej njerëzve mos me thon faleminderit. Për të cilat kërkush prej njerëzve mos me thon Allahu shpërbleft. E që ndoshta kërkush nuk ta din. Ndoshta edhe te shtëpia jote, fëmijët e tu nuk ta din, bashkëshorta jote nuk ta din. Walakin Allah e yedri, por Allahu e din. Andaj në ato momente kur të lëndon haresa e krijesave, ktheje kokën ka qielli dhe kujtoje se Allahu e din. Andaj Allahu e di që ti po jep mund. Allahu e di që ti po sakrifikon në heshtje. Allahu e din që ti po bën sabër në sëmundjen tënde. Allahu e din që ti ndoshta nëse nuk ke fëmijë, po kërkon fëmijën vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Allahu e din që për çdo padrejtësi që dikush të ka bënë ke lënë çështjen dorën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu e din. Pse e din o ju vëllezër? Sepse është krijuesi jem edhe jot. Thot Allahu në Kur'an: "Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara." E kush do që e bën një të mirë sa grimsa, ka me e pa atë. Ku ka me e pa ju vëllezër? Ka me e pa në ditën kur do t'jep llogari para Allahut, nga se Allahu e din që e ka bën këtë vepër. E këtë realitet, në këtë rrugë e kanë kuptuar burrat më të mëdhenj të këtij ummetit. Në luftën e Nahawandit, e cila luftë thirrët Fathul Futuh, çlirimi i çlirimeve, tamam, është kthy një sahabe i quajtur Saib ibn Aqra te halife i muslimanëve Omeri radiallahu anhu. Edhe po i njofton për çlirimet që i ka bërë ushtria muslimane. E mes çlirimeve normal që kanë hub besimtar shumë, kanë vdek musliman. Edhe fillon Saibi radiallahu anhu me ja numru Omerit radiallahu anhu kush prej muslimanëve ka ndru jetë, kush prej muslimanëve ka ra shahid. Edhe thot, është vrarë komandanti Nu'man ibn Muqarrin, e është vrarë filani, e është vrarë filani, e është vrarë filani, edhe disa të tjerë o Omer që ti nuk i din. Edhe disa të tjerë o Omer që ti nuk i njeh. Normal se Islami është zgjeru, muslimanët kanë filluar me ushtu, jo krejt muslimanët i kanë njoftë Omeri radiallahu anhu. Ky moment e mërzit Omeri radiallahu anhu dhe fillon me çajt shumë, derisa nga e çajtura i është la krejt mjekra e tij. Thot Omeri radiallahu anhu, e çka ka gajle që nuk i din Omeri, kur i din Zoti i Omerit.
Çka ka gajle që nuk i njeh Omeri kur i njeh Allahu i Omerit radiallahu an? Çka ka gajle që nuk njohin njerëzit ty për veprën tënde kur Allahu e din? O ju musliman, për ne nuk ka asnjë rëndësi nëse skena e kësaj bote është e ndriçuar apo është në errësirë. Nga se ne nuk presim duartrokitje prej njerëzve. Ne e dim se Allahu subhanahu wa taala e din. Edhe kjo na mjafton neve. Nëse je duke bën mëkat në fshehtësi, dridhu, mërzitu, nga se Allahu e din. E nëse je duke bën një punë të mirë që kërkush nuk po ta din, dije se Allahu subhanahu wa taala e din. E kështu muslimani mallëngjehet ndaj veprave të mira dhe friksohet që mos me bë vepra të këqija. Nga se kjo fjalë i vëllezër ka mbet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe do të jetë deri në ditën e gjykimit. Walakin Allah yadri ose yaqdi bainahuma. Por Allahu e din edhe ka me gjykuar midis dy kafshëve. E leje mo për njerëzit. Lusim Allahun azza wa jall që neve të na e shton takvallokun karshi Allahu subhanahu wa taala. Na i shton veprat e mira karshi Tij. Na mundsoj që ta shohim fytyrën e Tij në xhenetin e Tij Firdaus. Allahu na largof prej gjunaheve, Allahu na i përmirësoft zemrat tona dhe na udhëzoft në udhëzimin që ai është i kënaqur me neve dhe qoftë Allahu i kënaqur me neve dhe me gjithë muslimanët. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.